Jo, në fakt, nuk janë ndërzu deputet, mirë po kem pas kërkesë që të vinë strukturat e Partisë Demokratike, kemi pas edhe rinin që janë përfshi, do të kemi edhe asamblejist, rrjedhimisht edhe drejtor, pra atë struktura të nivelit tjetër përveç deputetëve, ne jemi në mbështetje, jemi aty dhe nuk do të dalëm. Dhe cilë është pozicioni i PDK-s tash? A do të keni ndonjë tendencë ndryshimi pas takimit të djeshëm që pati Kurti me Abdiqikun dhe shenja pozitive se mund të ketë një zgjidhje për presidentin? Fillimisht mendoj që për qytetarët tanë është jashtëzakonisht e rëndësishme që t'i sqarojmë 3 çështje para se t'i komentojmë ngjarje tjera. Tani në Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar, rrjedhimisht kanë kaluar të gjitha afatet për konstituim të Kuvendit. Kjo do të thotë që deputetët nuk kanë mundësi të ushtrojnë detyrën e tyre, për atë çka na ka besu qytetari dhe jemi në atë ulse në Kuvend, pavarësisht faktit që në numër jo sa partia e cila ka përgjegjësinë për konstituim të Kuvendit e për formim të institucioneve. Në dy, ne kemi një kryeministër në detyrë, i cili ka dhënë betimin si deputet, pra është deputeti i Kurti, bashkë me ministrat e tij, të cilët janë betuar në Kuvend, të marrin vendime të njëpasnjëshme në qeveri, e këto vendime të gjitha janë të kontestueshme, sepse ke parasysh që kemi një vendim të Gjykatës Supreme. Dhe nëntra, ne kemi një ushtrues të detyrës të presidentës, rrjedhimisht e vetë quajtur kryetari i Kuvendit, sepse në momentin që e ka dhënë betimin si deputete në Kuvend, ashtu siç e kam dhënë edhe deputet tjerë, është vetëm deputete, dhe nuk ka mundësi që të jetë as kryetare e Kuvendit, e as ushtruesi i detyrës së presidentës. Pra, ne kemi një varg. Pra këtë kategori, se kjo është pak çështje shkeljes të njëpasnjëshme. Pikërisht tek pika e tretë, pra tek Alulena Axhiu. Këto është një, le të themi, një varg paqartësie juridike, sepse ju po ja mohoni të drejtën ose po ja kontestoni faktin që ajo është ushtruese e detyrës së presidentit për faktin se e ka dhënë betimin. Dhe kjo është një paqartësi, pra, sepse nuk parashihet kërkon e kundërta, pra që thotë se ajo duhet largohet prej aty, sepse kush të vijë aty në rast se nuk është ajo. Kushtetuta jonë, ashtu edhe si kushtetutat e vendeve tjera të Bashkimit Evropian, janë të ndërtuara për njerëz të cilët e kuptojnë, për njerëz të cilët e duan një shtet, një vend demokratik që funksionon. Nuk janë të ndërtuara për njerëz të cilët kanë dëshirë që të kenë vetëm privilegje dhe asnjëherë përgjegjësi mbi institucionet dhe asnjë çfarë ju ka besuar qytetari me votë. Pra, në rastin e Kosovës nuk ka faj kushtetuta. Në rastin ton ka faj persona të cilët janë në detyrë, e cilët nuk japin llogari dhe nuk dihen përgjegjës për atë çfarë ju ka besuar qytetari, mirë po para vetes shikojnë vetëm privilegjet e pushtetit. Por në rastin konkret, pra se tek çështja e qeverisë, në rregull ka një vendim Gjykatës Supreme, do diskutojmë për atë. Edhe tek çështja e betimit, mirë po tek çështja e presidentit këtu më do të merrte fund në një farë forme gjithë skema institucionale, sepse megjithëse është ushtruese e detyrës, ajo pason ligj, pra zonja Axhiu ka obligim të ruaj balancat në vend. Dhe çfarë do ndodhte nëse edhe ajo largohet prej aty, pra sepse aty fillon paqartësia. Dhe në këtë pikpamje është e drejtë kërkesa juaj më pas si parti. Kërkesa jonë si parti është drejtë, sepse ajo nuk është me ushtrues të detyrës së presidencës. Nuk është që nuk kanë pas kohë të mjaftueshme që të qartësojnë të gjitha këto predispozita ligjore të cilat janë. Problemi është që Albin Kurti nuk ka dëshirë që të ketë një vend demokratik, që të ketë institucione që funksionojnë, që të ketë një vend ashtu siç kemi punu të gjithë.